Lodhi statujën nga balkoni dhe la të vdekur turisten. Prindrit e 13 vjeçarit në Napoli ndiqen penalisht për vrasje. Prindrit e një 13 vjeçari në Itali janë vënë në akuzë për vrasje nga pakujdesia pasi djali tyre dyshohet se shkaktoi vdekjen në një turisteje duke hedhur një statujë të rëndë nga balkoni. Prokuroria e Napolit ka kërkuar që çifti të dalë në gjyq duke argumentuar se ngjarja tragjike ndodhur në 15 shtator 2024 mund të ishte parandaluar ndërsa ata do të kishin ushtruar mbikëqyrje më të madhe ndaj fëmijës së tyre. Viktima, 30 vjeçaria Chiara Giaconis, u godit në kokë nga një statujë inoksi me peshë rreth 1.2 kg, ndërsa po ecte në rrugë së bashku me partnerin e saj. Pamjet filmike nga kamerat e sigurisë kanë treguar momentin kur ajo është rrëzuar në tokë ndërsa partneri i saj kërkonte ndihmë. E reja u dërgua me urgjencë në spital ku u nënshtrua ndërhyrjes kirurgjikale, por ndoroi jetë 2 ditë më vonë si pasojë e dëmtimeve të rënda të marra në kokë. Sipas policisë, objekti është hedhur nga balkoni i katit të tretë nga një 13 vjeçar. Megjithatë, ai është shpallur i pafajshëm nga gjykata e të miturve, pasi sipas ligjit italian, fëmijët nën moshën 14 vjeç nuk mbajnë përgjegjësi penale. Prokurorët synojnë tashmë të mbajnë përgjegjës prindrit, duke pretenduar se nuk kanë ushtruar kontroll të mjaftueshëm dhe se i mituri dyshohet të ketë kryer edhe më parë veprime të rrezikshme. Nga ana tjetër, prindrit mohojnë çdo përgjegjësi, duke deklaruar përmes avokatëve se nuk kishin ndjeni për ngjarjen dhe se objekti hedhur nuk ishte në pronësi të tyre. Ata kanë apeluar gjithashtu vendimin për djalin e tyre duke kërkuar që ai të shpallet i pafajshëm mbi bazën e fakteve dhe jo vetëm për shkak të moshës. Seanca paraprake në gjykatën e Napolit është caktuar të mbahet në 26 qershor për të vendosur nëse çështja do të kalojë në gjyq.